Mes gjithë shurmës, dyshimeve dhe fjalëve që qarkullojnë, djemt ndalojnë për një moment dhe i flasin Edit me sinqeritet dhe ndjeshmëri. Ata nuk e bëjnë këtë për ta lënduar, por sepse e shohin të trazuar, të pavendosur dhe të ngarkuar emocionalisht. I thon hapur se, nëse ajo nuk e ndjen dolçen si femër, nëse zemra e saj nuk rre për të, atëherë nuk ka asnjë arsye të vazhdojë të merret me të. Sepse një lidhje pa ndjenja të vërteta nuk është lidhje, por një barë që rëndon çdo ditë dhe më shumë. Ata e dinë se Dolce ka shijuar eksperiencën e Big Brotherit, emocionet, vëmendjen dhe dritat e famës. Po ashtu, ajo ka shijuar edhe Grande Fratellon. Duke jetuar sërish të njëjtën botë, të njëjtat emocione të forta dhe të njëjtin adrenalin që të jep vetëm një reality show. Për djemt, kjo tregon se Dolce është mësuar me lojën, me skenën dhe me jetën në vëzhgim, ndërsa jeta reale kërkon diçka krejt tjetër, ndershmëri, përkushtim dhe ndjenja të pastra, me zë të ulët, por me fjalë që peshojnë rënd. Ata i thon Edit se nuk duhet të sakrifikoj veten për askënd. Se nuk duhet të qëndrojë në një histori vetëm sepse ka kaluar në televizion, vetëm sepse publiku pret diçka, apo vetëm sepse dikur ka pasur emocione të bukura. Ajo që ka rëndësi është ajo që ndjen sot, tani, në këtë moment. Në fund, këshilla e tyre është më shumë se një sugjerim, është një thirrje nga shpirti, të dëgjojë zemrën e saj. Sepse zemra nuk gënjen kurrë. Ajo e di kur një ndjenjë është e vërtetë dhe kur një kapitull duhet mbyllur, sado e vështirë të jetë. Dhe vetëm duke qenë e sinqert me veten, Edit mund të gjejë qetësinë, forcën dhe dashurinë që e meriton vërtet.